Donald Trump e tha vazhdimisht gjatë fushatës, ishte presidenti që nuk ishte nisur ndonjë luftë të re në mandatin e tij të parë, ndërsa gjatë ceremonisë së inaugurimit më 20 janar deklaroi: "Ne do ta masim suksesin ton jo vetëm me betejat që fitojmë, por edhe me luftrat që do t'i japim fund, dhe ndoshta më e rëndësishmja me luftrat në të cilat nuk do të hyjmë asnjëherë." Megjithatë, më pak se 2 muaj nga fillimi i mandatit të tij të dytë, ai ka urdhëruar një operacion të rëndësishëm ushtarak, sulme të mëdha ajrore në zonat e kontrolluara nga rebelët Houthi në Yemen. Dhe përmes këtyre të fundit ai po i dërgon një paralajmërim të qartë mbështetësit të tyre, Iranit, që nga 7 tetori i vitit 2023 në mesin e luftrave në Gaza dhe Liban, Houthit e mbështetur nga Irani kanë hapur një front të ri në detin e Kuq, duke e detyruar një pjesë të anijeve tregtare të ndryshojnë kurs për rreth Afrikës për shkak të qasjes së kufizuar në kanalin e Suezit. Kërcënimi i drejtë i Trump për veprimet e Iranit dhe rebelëve Houthi. Shubat, Britania e Madhe dhe Izraeli i kanë bombarduar vazhdimisht pozicionet e rebelëve Houthi, por nuk kanë arritur ta eliminojnë kërcënimin. Sulmet u ndalën disi vetëm pas armëpushimeve në Liban dhe më pas në Gaza. Megjithatë, rebelët filluan sulmet e tyre kur Izraeli vendosi një blokadë të re për ndihmën humanitare për Gazën rreth 10 ditë më parë. Ndërkohë Izraeli rifilloi edhe bombardimin e Gazës në orët e para të së martës, teksa Hamasi raportoi qindra të vdekur. Dhe ky është momenti kur hyri në skenë Trump. Presidenti amerikan urdhëroi goditjen e portit Hodeida dhe shkatrimin e një termocentrali në Sanaa, kryeqytetin e Yemenit. Burimet që i referohen rebelëve Houthi raportojnë më shumë se 50 viktima. Por krahas këtyre sulmeve ajrore, ai bëri një paralajmërim të fortë në platformën e tij të medjave sociale. Çdo e shtën nga rebelët Houthi do të cilësohet nga ky moment e tutje si e gjuajtur nga armët dhe udhëheqja e Iranit, dhe Irani do të jetë përgjegjës dhe do të vuajë pasojat që do të jenë të tmerrshme. Mesazhi i tij erdhi në kundërpërgjigje ndaj një rakete të rebelëve Houthi, të lëshuar në drejtim të aeroplan mbajtëses amerikane Harry Truman, përtej retorikës së zakonshme të Trump. Në këto kërcënime ka një përshkallëzim të vërtet, deri tani çdo front ishte trajtuar veçmas. Por tani Trump po e mban drejt për drejt përgjegjës Teheranin për veprimet e përfaqësuesve të tij, antar të ashtuquajturit boshti i rezistencës, i dobësuar ndjeshëm gjatë 18 muajve të fundit të konfliktit, negociatat bërthamore dhe rreziku i luftës. A është Donald Trump gati që të sulmojë direkt Iranin? Në komunikimet e tij ka gjithmonë mesazhe të fshehura, edhe pse i urdhëroi këto bombardime, presidenti amerikan i dërgoi vetëm 10 ditë më parë një letër udhëheqësit suprem të Iranit Ali Khamenei, duke propozuar zhvillimin e negociatave të reja për programin bërthamor iranian. Për ta shtyrë Iranin drejt një kompromisi, Trump po përdor një strategji të dyfisht, nga njëra anë duke ofruar negociata dhe nga ana tjetër duke ushtruar presion maksimal për fshirë opsionin ushtarak, të cilin sulmet ndaj rebelëve Houthi synojnë që ta bëjnë më të besueshëm. Washingtoni beson se Irani është shumë afër arritjes së pragut bërthamor, pikë në të cilën mund të zhvillojë një bombë atomike. Trump është i vendosur të parandalojë që Irani të bëhet një fuqi bërthamore gjatë mandatit të tij, duke e parë atë si një dështim personal nëse ndodh kjo. Megjithatë, një luftë me Iranin do të kishte pasoja të paparashikueshme, të cilat vende të caktuara me lidhje të ngushta me SBA, si Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, do të duan t'i shmangin. Por një herazi është një rrezik që kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu është i gatshëm ta ndërmarrë. Nëpërmjet Yemenit, Donald Trump përballet me një vendim shumë domethënës. Komandanti i përgjithshëm burret për përfundimin e luftrave, por mund të ketë filluar tashmë një të tillë.